Shenjat që njerëzit përdorin për mallkime dhe objektet që lidhen me ato në shumë kultura dhe tradita të ndryshme, shenjat dhe objektet kanë një rol të fuqishëm në besimet popullore, sidomos kur bëhet fjalë për mallkime dhe dëme të mundshme. Përdorimi i shenjave për të shmangur fatkeqësitë ose për të ndihmuar individ që ndihen të mallkuar ka qenë një pjesë e rëndësishme e historisë dhe supersticioneve. Shpeshherë, këto shenja lidhen me objekte të caktuara që përdoren për të mbrojtur individin ose për të dëmtuar dikë tjetër. Ndër këto objekte, disa janë përditshme dhe të zakonshme, ndërsa të tjera janë pjesë e ritualeve më të thella dhe të vjetra. Shenjat dhe përdorimi i tyre, dora e djathtë dhe gishti i vogël, një nga shenjat më të njohura dhe të përdorura në shumë kultura për të shpërndarë mallkime është shenja e gishtit të vogël të drejtuar lart ose dora e djathtë. Kjo shenjë shpesh përdoret për të treguar ndjenjën e urrejtjes ose për të dëmtuar dikë që ka bërë diçka të keqe. Besohet se kjo shenjë ka fuqinë për të tërhequr fatkeqësitë mbi personin që bëri një veprim të padrejtë. Gishtat e bashkuar. Përdorimi i gishtëve të bashkuar për t'i bërë një shenjë të njohur shpesh ka qenë i lidhur me ndjenja urrejtje ose me një gjendje të nënvleftësuar. Kjo është një nga shenjat që përdoren në shumë rituale për të mbrojtur individin nga sëmundje ose mallkime të mundshme. Por gjithashtu është përdorur për të bërë kundër mallkime. Shumë shpesh, kjo shenjë përdoret për të larguar energjitë negative. Syri i keq, fatkeqësia që sjell syri i keq. Syri i keq është një simbol që përdoret në shumë kultura si një formë mallkimi. Kur dikush është i mallkuar nga syri i keq, beson se ai individ është i ekspozuar ndaj energjive negative të dëmshme. Përdorimi i këtij simboli në formë bizhuterie, pendash ose aksesorësh është një mënyrë e zakonshme për të mbrojtur individin nga kjo energji e keqe. Objektet që përdoren për mallkime, koka e krisur e qeramike ose dheu i thyrë në shumë kultura. Thyrja e qeramikës, sidomos në forma të caktuara, mund të shërbejë si një simbol i keqardhjes ose për mallkimin e dikujt që i ka bërë padrejtësi. Thyrja e dheut është gjithashtu një simbol që përdoret për të shpërndarë mallkime, duke simbolizuar ndarjen, dështimin dhe dënimin. Xhami i thyrë. Përdorimi i xhamit të thyrë si një objekt mallkimi ka pasur një histori të gjatë dhe është përdorur nga shumë kultura për të krijuar një efekt të fortë në ata që ndihen të mallkuar. Në disa besime popullore, beson se thyrja e xhamit është një simbol që ndihmon për të shpërndarë fatkeqësi mbi ata që janë përfshirë në një situatë të dëmshme, kamionet e pakontrolluar dhe hekuri i rëndë. Këto objekte janë përdorur shpesh në rituale të ndryshme për të simbolizuar forcat që janë të paedukueshme dhe të pakontrolluara. Besohet se përdorimi i këtyre materialeve mund të sjellë mjaft dëme për individët që duan t'i dëmtojnë të tjerët ose ata që kërkojnë të përballen me të keqen që është vënë mbi ta, thonjt e kuq të artë dhe orët e vjetra, në disa kultura të ndryshme. Besimi për përdorimin e thonjve të kuq të artë ka lidhje me energjitë që qarkullojnë në trupin e personit që i mban këto objekte. Këto thonjë janë të lidhur ngushtë me mbrojtjen e individëve nga e keqja dhe gjithashtu me përballimin e mallkimeve që mund të kenë ndodhur si pasojë e një keqkuptimi. Kushineta dhe uji i shenjtë. Uji i shenjtë, i përdorur për pastrimin dhe shpërndarjen e energjive pozitive, është një nga objektet më të fuqishme që ka përdorim për mallkime. Besohet se uji mund të marrë energjitë e këqija nga personi dhe të largojë çdo lloj influencimi të keq që mund të jetë krijuar nga mallkimet e tjera. Roli i këtyre shenjave dhe objektet, në shumë raste, këto shenja dhe objekte nuk janë përdorur vetëm për t'i dërguar të këqijat tek dikush tjetër, por gjithashtu për t'i mbrojtur individët nga dëmshmëria që mund të sjellin shenja të tjera. Ato janë përdorur si forma të parandalimit, që do të thotë se nuk ka përfshirje të drejtpërdrejtë në dëm, por vetëm veprime mbrojtëse që ndihmojnë të ruajnë paqen dhe stabilitetin e individëve. Përfundim. Përdorimi i shenjave dhe objekteve për mallkime dhe mbrojtje është një pjesë e rëndësishme e supersticioneve dhe besimeve popullore të shumë kulturave. Nëpërmjet këtyre elementeve, individët ndihmojnë për të shpërndarë energjitë pozitive dhe për të parandaluar ato negative, duke u mbrojtur nga ndikimet e mundshme të mallkimeve. Kjo tregon se si kultura dhe besimet vazhdojnë të formojnë dhe ndikojnë në jetën e përditshme të shumë individëve.